erdhe? Mirë se gjej. Duke shumë bukur, si për herë. Faleminderit. Knatësit jem. Shumë qejf me të prit, edhe i thashë edhe shikuzve u bukur që edhe si mi pak, që po më vjen mirë që po të shoh. Faleminderit shumë, faleminderit. A rehatohemi. Është vendi për ty e dashur, faleminderit shumë që më the po, edhe pse me të pyet pak tash për pushimet e verës, këtu po ju kemi, po ndihemi diçysh sigurt që çdo 28 po ju shohim. E kemi me urdhër paraqitje. Qështë kemi, pam edhe mbram e di që keni arë për edhe një feste, ju veç ju që ishit prezent, për një feste që sigurisht dhe shqiptarët i gëzohen, kur flasim për miqë tonë më të ngusht, aliatin tonë Amerikan. Qështë ishte festa? Se ne pam veç nga fotot edhe pamjet. Po, festa ishte mirë, në fakt djeni korek, është interesant se është zyrtarisht dita e Kanadës, qivët verior të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo gjithmonë në fakt gjithmonë është disa ditë përpara 4 korikut ditës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që 2 herë kemi pas fest, në fakt për 2 shtete mbështetëse, 2 miq të palkundur gjatë gjithë historisë tonë, në veçanti edhe për shkak të lidhjes tepër të vlefshme të çmuar edhe të diasporës. Ndërsa dje kishte emocionet përzjera. Arsyeja ishte se e pare punës ka ndodhur një ndryshim qasje në raport me edhe ndimen edhe prezencën e Shtetet Bashkuara, jo për të ne vetëm, por në gjithë botën, dhe ishte festa e fundit me misionin e USAID-it. Dhe të ata pas 2 ose 3 javësh edhe zyrtarisht i mbyllin gjitha veprimet në Kosovë, njëjtë siç kanë bërë edhe në gjithë botën, në fakt në nivel të Washingtonit, nëse nuk gaboj prej djema, nuk e kanë asë zyrën, prandaj ka qenë paksa me emocionet përzira, ju si që dini, Bleron, edhe kemi qenë edhe në kontakt bashk në jetën time publike, në jetën institucionale, kam pas bashkëpunim, e kam qenë dikur edhe vetë në njërin nga projektet e USAID-it, prandaj edhe vetë ndjeva atë emocionin e një transformimi, një ndryshimi, por që janë vendime të administratës re, gjithsesht administratës së presidentit Trump, dhe si të tilla po zbatohen. Megjithatë, përkundër gjithave festuam suksesin, festuam aktivitetin, ndihmën e gjithashtu edhe bashkëpunimin cilin e shiqojmë për para nesh. Edhe raporte që besoj do t'i ruani edhe në vazhdimsi në vitet e ardhshme, qoftë miqësore apo edhe për një të ardhme tjetër, bashkëpunimi. Absolutisht, është e pashmangshme, më duhet të ndaj me ty një rrëfim shumë personal në raport me këtë sa e pacenueshme është lidhja jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi djalin Adrin të madhen, i cili studion atje, ka fitu bursë dhe studion për bioinxhinieri, ka mbaru tash vitin e 2 në fakultet, por përveç praksës që e bën, internship që quhet tash viti 2 me radhë, ai ka vendosur edhe të jetë gjithsesi të shërbej si volunteer, vullnetar, në shërbimin e veteranëve, gjithsesi gjithë atyre që kanë shërby në shërbimin ushtarak amerikan, dhe tashmë janë në ndihmë të shtetit për arsye të ndryshme, do të thotë shërbimet shëndetësore e kështu me radhë. Dhe çdo ditë, në fakt një herë në javë, çdo javë, merr autobusin 1 orë nga Pittsburghu, ku është aktualisht, dhe shkon në qendrën e veteranëve, Veterans Affairs, dhe kalon gjithë ditën atje, qoftë në asistim të stafit mjekësor, apo edhe në shërbim tepër thjesht, për shembull në ushqim të moshuarve e kështu me radhë. Dhe tani një ditë kur komunikonim bashkë, sot e ka ditë, javën e kaluar unë po i them, Adri, mami, po të bjem pak lodhje, për shkak se edhe vap është edhe atje, jo, mami, tha, e kemi me obligim. Me të vërtet Bleron ka prek, nuk e kom konsideru që, do të thonë, kemi folë, ose nuk e besoja, e kërkoja në mendjen time, a ka qenë ndonjëherë kur në një farformë jam mundu ta bindi se duhet t'i kthejmë. Duket ju është për brenda, duke në mënyrën si është rritë edhe historinë edhe gjithë. E vërtet, fëmijët ndoshta më shumë e shohin nga veprat, se sa nga veç fjalë që ka mundom të themi, po në moshën e tij 20 vjeçare ku ndoshta tjerë kërkojnë arktimin ose mirë me gjëra tjera, ai ndjente se si obligim që një herë në javë duhet të shkojë edhe t'ju shërbej veteranëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës atje në shërbim ose në kthim një farformë me vlerësim të asaj që kam bo për ne. Me që ma përmende, Adrin, hajde të lidhem këtu, s'ka problem, e lëvizim që shdo, jemi në një
bisedë që do të rrjedhë natyrshëm. Si ka qenë dita kur e keni përcjell, po them, ose apo është e vështirë me qenë, sidomos datat shënume, ndoshta me qenë larg me njëri tjetrin edhe kush po e vuan më shumë, kush po di me mbulu më tepër. Mërzinë edhe këto telefonatat. Me mbulojmë gjithë. Me ndal vetën, mos ta pengoj. Me mbulu po e mbulojmë gjithë. Një farë forme edhe ai edhe ne po mundohemi që me shumë elegancë, sportivitet ma shumë ndështa, ose të ndrojmë, të bëjmë temat më arktuse, të qesim muhabetin pak në shpoti, apo edhe të flasim për çështje shumë, do më thonë, në barvajtjes ditës, qa ke ba sa dhe kështu më radhë. Po çdo ditë flasim. Tashmë është viti 3 që ai është atje, arsyeja është që vitin e fundit të shkollës së mesme ka qenë në program shkëmbimi, YES programi, në exchange që ka qëndru me një familje në West Virginia. Pastaj ka shku edhe ka hullumtu vetë për programin për universitet. E ka gjetë, ka apliku për bursë, ka fitu, do të ka qenë kogja i pavarur edhe kogja i përcaktuar në drejtimin e vetë për këtë rrugtim. Por që dita ditës, po e shoh e po e ndjej që me të vërtet kjo tash në fakt është realitet i ri jetës tonë, që përkundri çka do që të ndodhë, unë uroj gjithmonë të jetë i shëndosh me suksese, do më thonë të ketë sukseset pa fund si gjithë prind që i kanë dëshirat për fëmijët e tyre, po e shoh që ai është në rrugën e vet. E kjo ko pas kohë më kthen në një farë emocioni ndoshta që nuk du ta pranoj, që më dobëson për brenda, por e ndjej se kjo pas ka qenë, do më thonë, rrugtimi i tij dhe kështu vazhdon të jetë, unë e di që ai do të ketë tashmë dinamik edhe drejtimi cilin e ka zgjedhë, është shumë kërkues, edhe tash në fakultet, por edhe pasi ta kryen, pasi të angazhohet në profesion, bioinxhinieria është drejtimi i ri çdo kund, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Evropë, e besoj që ai do të thonë mbështetjen dashurinë tonë pa kushte e ka gjithmonë, për sa të kemi frym, po gjithashtu edhe nuk e kemi asnjë do të thënë, pretendim për ndërhyrje në zgjedhjet e tij. Do të thotë ka të hapur gjitha, ku do që ndihet mirë, çka do që ndihet, ka tregu seriozitet e përkushtim, për deri tash, prandaj. Sa do që ndoshta përmes një fotografie që e kam, do të më mbulohet kjo që po e them. Sa do që në ditë festave, komunikimi me të, për vitin e ri më duket ka qenë. Që ka qenë para 2 viteve, po, viti 2023-2024. Nota e vitit ri, ne në fakt kishim edhe një fest, ishim edhe në një martesë, një natë para vitit ri me 30 dhjetore, unë këto pastaj e kam publiku të nesërmen, ne ishim në një fest familjare, martohej vajza e tezës, se a ishte atje, ne ishim gjithë këtu bashkë, dhe kjo është ashtë realiteti, në fakt shpesh herë edhe në gëzime, po edhe në hidhrime, kur ka ndonjë rast në familja, po mundohemi që t'jemi pranë ti, t'i tregojmë që prap në krejt këtë, me shpirt, me zemër, ai është me ne jemi me të, por që këto janë gjitha, si me thonë, efektet, po pa efektet edhe t'jetuarit largë. Me qenë në Evropë, dikun ndoshta do t'ishte ma letë, me oqeanin ndërmjet është pak ma vështirë. Shto këtu faktin që fluturime direkt prej Pittsburghit për Evropë nuk ka, zakonisht është prej Pittsburghit në një qytet tjetër në SBA, ose në New York, ose në Washington, pasaj prej atje diku tjetër në Evropë, në Prishtinë në fund. Zakonisht udhëtim me 3 aeroplana. Me 3 aeroplana, fix. Dhe më herët që nuk e keni as pretendimi ndërhy në rrugtimin e tij jetësor. A mendon që ka akoma prind që ndoshta jo për t'i ndërhyrë, po ndoshta edhe me këshilla që zgjedhin t'ju japin fëmijëve edhe për këtë studimet jashtë vendit. Nganjëherë duket sikur prindi është pak egoist, sepse nga dëshira mos me lën fëmijën me ik larg për shkak të mallit edhe ndjenjes sigurisht i venit pak atë ëndrrën për me marrë drejtimin e tij akademik. Po, absolutisht, unë jam e bindun që ka edhe në gjeneratën tonë, ndoshta edhe matri që mundohen fëmijëve t'ju përcaktojnë, ndoshta një drejtim ose tjetër. Ajo që ka gjatë gjithë kohës unë mundohem t'a bëj, është të korrigjoj edhe në veprime, edhe në sjellje çka kom pa edhe të prindë tanë. Do thotë, për shembull, kur unë kom shku në Amerikë, nuk kom pas mbështetjen e prindve fare.
në të kundërtën, kanë kundërshtu, ka qenë situatë krejtësisht tjetër, ka qenë para fillimit të luftës në Kosovë, ka pas shumë hezitime, shumë frikë, rrugtimi ka fillu me krejt rastësisht, dhe më thënë rrugtimi im ka fillu me shkumjen për intervist, me përfundim për mos mu kthy fare se filloi lufta, e mandej të tjera, dhe më thënë në një ndamje ndështëta një vjetë e diçka, po gjithmonë kur fëmiu është i përcaktuar ose i riu është i përcaktuar, ta ndjej këndrën e vet, do të gjej mënyra, do të gjej forma. Po mos t'ja lëm atë bëshllokën zemër. E unë du që të dy djemët, në çka do që zgjedhin, ta ndjejnë që e kanë mbështetjen edhe dashurinë tonë si prind. Do të thënë mos ta kenë atë bëshllok, unë e kam ndjej bëshllokun, e kam ndjej shpeshherë, për e thona shumë më dramatike. Uroj që asnjë fëmijë, asnjë njerëz mos t'i ketë. Kur ndash me familjen në kohë luftës, kur 3 muaj nuk kam ditë asnjë informacion për atë se çfarë ndodhte, Gjakova ishte gjitha në flakë, në zjarr, me shumë viktima. Por, do më thënë, gjatë gjithë periudhës time edhe pas mbarimit të luftës, fatmirësisht ata kanë shpëtu, përkundrit se kanë qenë brenda në qytet gjatë gjithë kohës, prapë gjithmonë ka përcjell ajo ndjenja e mallëngjimit, e zbrasisë, e ndoshta e ndjenjës së fajit se unë kam qenë diku më mire, ata kanë vujt. Në asnjë formë mënyrë, prapë po them nuk du me përcjell as traumën, as ndjenjën e përgjithësisë të fëmijët, po du që ata spari ta besojnë edhe t'jenë tërësisht në atë çka zgjedhin, dhe së dyti ta dinë se na kanë për mbështetje, me atë sa kemi mundësi. Po e shoh që deri më tani janë mbarë, do të thotë po bëjnë përzgjedhjet e duhura, po e gjejnë më të mirën, edhe pse rruga për shembull e Adrit është e vështirë, por puna nuk po e frikson, do të thotë angazhimi nuk po e frikson. Dedikimi e dashuria edhe për të tjerët, edhe mendje është mendje hapur, do të thotë edhe pranimi i kulturave të ndryshme, kur flet për shoqërinë e vet në Amerikë, kur flet edhe për amerikanët, edhe për të tjerët ndërkombëtar që janë në Amerikë, e shoh se nuk ka paragjykime, se domethënë e merr më të mirën nga njeriu, e kjo më gëzon shumë. Prandaj në këtë aspekt jam më e qetë, do të thotë se e di tashmë disa herë na ka konfirmuar që zgjedhjet e tij janë të duhura, të drejta. Tash ka mbet sfida me të dytin, normal që është mirë, po është ende i vogël, sa po mbaroj klasën e 8, po që kjo punë do të vazhdoj, besoj. Do t'i bini asaj rrugë, prapë i bie. A kanë vujt djemë ndonjëherë këtë presionin publik edhe të qenurit fëmijët e Mimoza Kusari Lilës, një grua që tash e sa vite është një personalitet publik, gruaja e parë kryetare në një komunë, edhe nga njëherë këto presionet e politikës që janë edhe të ashpra edhe besa i te kalojnë edhe limitet. Si kanë qenë fëmijët në raport me këtë? Fëmijët, unë e mbajnë mend, do të thonë, unë jam në jetën publike para se ti kem djemët. Do të thotë gjatë gjithë jetës time kanë shku paralel, edhe angazhimi në jetën publike, për kur kam qenë zëdhënëse, do të thonë, ende nuk isha as e martuar në qeverinë e parë të pas luftës në Kosovë, qeverinë e kryeministrit Bajram Rexhepi atëherë, ishte një koalicion i përbashkët dhe atëherë i kom pa, do të thonë, ballafaqimit sa ka pas fillu të hapej tregu medial, dhe ajo konkurenca e pastaj e filloi një farforme pak ma egër betejë në mes mediumeve, por natyrisht edhe për lajme, edhe mënyrat se si prezantoi lajmi. Kom mendu kur jam tërheq pas orientimit tim që do të merrem me profesionin dhe nuk do të jem pjesë e jetës publike, kom mendu se nuk do t'i kthehem prapë atyre ujrave. Për t'u gabuar rond, e për të kthy pas 5 viteve, kur e kisha Adrin, mandej erdhi e Doni dhe Rita e të dyve, do të thotë ka shku bashkë me mu edhe me karrierën time në politikë. Prezenca ime ka qenë ndoshta në fillim si të vegjël, prezenca në shtëpi, do të thotë mungesat ose orari gjatë, më problematike, angazhimet e vazhdueshme me telefon, me përgjigj gjatë gjithë kohës me qenë. Këtë e kam pate Adri kur ka qenë shkollë fillore në një periudhë kur unë kam qenë ministre, dhe ka pas normal tituje shpotit ndryshme, kur është reflektu në 2 momente në shkollë nga fëmijë të tjerve që kam pasur lidhje me përfaqësues të partive tjera, e është paksa absurde se zbret ky dallimi ose politizimi në nivelin e fëmijëve. Dhe pastaj të dytë bashk, edhe Adri edhe Doni në këtë periudhën e fundit. Asnjëri as tjetri nuk pretendojnë rrugtimin politik. Në fakt e mirëpresin ditën kur
mami do t'ju jep lajmin se po tërhiqem nga politika. Ashtu e kanë të pakten. Ta kanë thonë ndonjëherë? Nuk më bëjmë presion, as nuk ma thonë, por e thonë do t'ishte mirë, në veçanti e doni tash që komunikon më shumë, mirë do t'ishte mos t'jesh mo pjesë e politikës, e thonë kom pas kohë, për shkak të edhe qasjes gjithësisht prezencës, por edhe muhabeteve ose ngarkesave që ata i ndjejnë kur unë i kam e i përcjell ndoshta në familje në bised, ku ata nuk duan t'jem pjesë e asaj bisede. Je mërzit ti ndonjëherë pse ata janë të mërzitur, në kuptimin je mërzit aq shumë sa edhe me e çu në përmend këtë fakt që ndoshta me bo një kompromis me veten, apo s'ka shku deri aty? Po, jo, ka shku, edhe unë mendoj që çdo kush që është në këtë punë që e bëjmë ne, qoftë burrë ose grua, i shkon ndërmend kjo. Besoj unë. Për arsye se në momentin kur në familje janë normal ngjarje të ndryshme që të bëjnë më emocionale, më të ndjeshme në familje, qoftë në aspektin e rrethonave të jashtme apo edhe të brendshme, apo shëndetësore, me cilat jam ballafaqu edhe unë, që në një moment thu, ndoshta është mirë një pjesë tjetër me e planifikuar vetë. Se Bleron edhe ti je në jetën publike dhe e din që shpeshherë kur e kemi këtë angazhimin publik, nuk është gjithmonë që ti e bën planin për veten. Do t'jenë do faktor tjerë që të ndikojnë. Ju ndikojnë edhe tjerëve, por në veçanti ata që janë jetën publike, se kanë edhe përgjithësinë publike. Do të thotë oraret, si e përmende që në fillim orarin e pushimeve, orarin ose prezencën në ngjarje të ndryshme të familjes, si kështu, nganjëherë ose shpesh herë edhe sakrifikojmë për shkak këtyre. Prandaj, kur ballafaqohesh me këtë, si më thonë, me vazhdimsinë e humbjeve të këtyre ngjarjeve, thu, ndoshta është mirë me mendu pak që me planifiku në vetë jetën teme. Po, thjesht e di dhe jo me bindu që do të vjen ajo ditë, ndoshta kur do t'jetë nuk e di, por për arsye që jeta ofron shumë ma shumë se sa vetëm shërbimin publik. Tek ne, aktualisht e kemi të domosdoshme. Në veçanti se cilën herë kur ndjejmë se kemi edhe pak për të dhënë, kur kemi ende angazhim. Shpesh herë marrim, si themi, këtu në veçanti në politikë ose në vendimarrje, këto kohë të fundit kjo është karakteristikë që si u angazhove kategorizimin e njëjtë kemi pasur. Këtë politikantë janë në një kategori, ndërsa tjerët janë diku tjetër. Ajo pak sa është e rëndë, përkundër që ti mundohesh ose angazhohesh ose je përkushtume. Po prapë po e them tek gratë, karakteristika është që prezenca jo në jetën publike duhet tjetë të theksume për faktin se mesazhi që shkon edhe tek vajzat. Do të thënë, vajzat e vogla, gratë pastaj të cilat janë ose e mendojnë karrierën publike, nuk do të me pas skenën ose dominimin në jetën publike, pa marrë parasysh është në politika, po në artë edhe në të tjerat, vetëm prej një gjinie. Sa ma shumë diversitet, sa ma shumë angazhim edhe përfshirje, unë besoj si shoqëni do t'jemi ma mirë. Ta më herë do t'ishte mirë nga njëherë me mujtë me planifiku këtë jetën, rrjedhën e jetës vetë, po jo, jemi këta e dim si fakt i krymë, kështu 100% që jo, biles këtu të papriturat nga njëherë që na vinë, asë të shta si kemi imaginu ndo njëherë. E përmende Shkarazi edhe problemin shëndetësor dhe ballafaqimin me të. Edhe kur po flasim për sulme, edhe kështu merr dhe me njëherë që ka qenë pikërisht një periudhë e tillë kur edhe në fakt sigurisht me shtetu të afërt mund ta kenë ditë, po publikisht ka qenë ajo periudhë që ti mua më vjen të pyes si ja ke dalë me mbaj durinë dhe qetësinë dhe para së gjithash si ke qenë me shëndet atë periudhë. Do me thonë, unë kam qenë në fokus të një sulmi pa përjetuar ndonjëherë ose të pa precedent, i cili ka fillu prej mediumeve, është bartë në sallën e kuvendit me dhunë fizike atje, pastaj është mundu me u bo protest jashtë, dhe mandej është vazhdu gjatë gjithë vitit, është kultivu në verën e vitit 2023, e është përcjell deri në prapë është mundu me u ripërsërit në vitin 2024. Edhe është interesant, Blerona, se gjatë gjithë asaj periudhe unë një kom ditë që, do më thënë, ajo formë dhe ajo mënyrë e sulmit, e fabrikimit, e mënyrës si është publiku, kur është publiku, pse është publiku, ati formati nuk mundet me qenë goditje cila mu mundet me zbraps ose me largu prej rrugës
edhe përgjegjësisë publike, për arsye se kom ndjej që nëse atë e bëjnë me mua, do t'jenë targetet tjera, do t'jenë shumë të lehta, dhe kanë vazhdu, do të edhe me persona tjerë e kështu me radhë. Unë kom paraqit janë 3 raste në prokurori, në lidhur me ato çfarë ka ndodhur me kallëzime penale, pastaj edhe padi të natyrës civile, por sidoqoftë normal që e ka lënë gjurmën e vet, por më ka tregu sa e qëndrueshme, por edhe sa e rëndësishme është me rujtë edhe qetësinë, edhe mos më bo pjesë e gjithë makinacionit i cili mundohet me të lëviz komplet, me të nxjerr nga stabiliteti jotë. A e kështë të vështirë me rujtë qëtësim, përfshirë edhe pjesën shëndetësore, edhe ditët apo periudën kur ishe diagnostiku? Me kancer, po pjesa shëndetësore ka ardhur pas një viti të sulmeve, ndoshta në pikun kur kanë qenë, pas një viti unë jam diagnostifiku, një vit e disa muaj me kancer, prap edhe në atë periudhë kër jam diagnostifiku ka pas përpjekje. Mandej fillun me nxirr njerë, fillun me përgjime, mandej fillun me mesazhe, dhe bashkë në atë periudhë, bile e mbajnë mend, unë isha në spital, kisha shku për kontrol rutinore në radiologji, këtu në qendrën klinike universitare, edhe në momentin para se me hyj aty, po e marrë një mesazh nga njëri prej zyrtarëve për media, televizijës vendosje, po më thotë, këto mesazhe do të publikohen sot. Dhe unë thash, okej, në rregull, edhe thash, i verifikoj kur dalë që jam t'ju marrë me një çështje personale. Pastaj, po hy brenda, po e bëj kontrollen, po më thot radiologja, doktoresha Shkëndije Nuza, thami moza është diçka për cilën nuk po më duket mirë, çka po ta merr mendja, bëjmë një biopsi. Do të thonë unë isha ende në radiologjisë, kisha lëviz prej aty, thash, po, okej, kur të kthehem për biopsi, tha jo, tash me një herë. Do të thonë, kom hy për kontroll thjesht, kom dalë me biopsi të kryme, dhe kom përfundu, në fakt, ka qenë Arbeni bashkëshorti duke më prit, po i tregoj, thash, unë kryva biopsin, a i mbet, pse biopsin, pse, për çka biopsin? Adin, ishte kështë lajmi i parë, i hutum, po, se si isha shku fare, nuk isha shku që kisha vrejt diçka, po vetëm kështu të rregullt, kontroll vjetore. Pastaj, pas 3 dite, do të thonë, jë marrë me çështjen e mesazheve, kom dalë për kundrejt që kom pas një debat ashpër të nesëmrën në kuvendin e Kosovës, unë isha e fashume ende, se kisha biopsinë e kryme. E kom kry, do të thonë, jam ballafaqu me debat, kom shku në mramje në studio televizive, prap e kom vazhdu, e të nesërmen kom qenë në një panel, këtu në një konferencë për energjin, për politikat e energjisë, se kom shërby në legislaturën e kalume në Komisionin për Ekonomi, edhe jëm ullë, para se me hymë panel, jëm përshëndet me organizatorët, për më bën telefoni mjekja, doktoresha, për më thët mimoza ato që kom dyshu, ka dalë, po prej kretë rethonave, do më thonë, matë këqia kjo është ma e mira, se është në stadin e parë, kanceri është herë të dhone. Kom thonë, okej, a muj me bisedu mas pak, e kom byll telefonin, jëm ullë në panel, kom fol 1 orë gjysë, bashkë me panelistat tjerë. A nuk shkon të në përmend, pra me ndru... Mas kohë, po thash ma mirë bisedoj kur ta përfundoj këtë obligim. Kom kry panelin, edhe kom baj qëtsin, kom në kështu mirë, edhe jëm dalë prej aty, edhe kom thirë doktoreshën, tash doktoresha, po flasim tash mirë, tamam. A më the, a ke Malina Benin? Aja tha, jo mimoza Malin. Okej, në rregull. E çka me botash? Po tha, bisedoj mullemi edhe me kirurgën e kështu me radhë. Edhe bleron për me qenë krejt kjo ngjarje, do të thonë në absurditetin e vet, si e programume me qenë, e mora rezultatin, e ndava me disa bashkëpunëtor, edhe i kërkova, ishte, tash kishim hyrë muaj nëntor, ishin kry diskutimet për buxhetin për vitin 2025 në qeveri, edhe bëj gati për më u dërgu në kuvend për miratim. Edhe unë duke i ditë rethonat, ishim 61 deputet të pozitës, që do të thënte se kishim, do të thëtë sikur unë të caktoja operimin, e dija se mundet me pas probleme me miratim të buxhetit për këtë vit, edhe me pas blokad shtetit. Edhe bisedoj me mjek, normal që kishte orar, për ashtu se operacionet duhet caktoheshin disa javë për para. I marrë disa opcione, do më thënë kur ka mundësi për unë me hy me kry operacionin, në këtu në QKUK,
Por asese me vu primare edhe me largu Jo, pak fare. vetëm E i marë disa data edhe me ato data shkoj të kryetari kuvendit, Glau Konjusa. I kërkoj takime, i thom, a i kishte dëgju, më kishte shprej mbështetjen e plot, pas diagnostifikimit, se ka qenë për udhtim, e i thash, kryetar do të mull me bisedu për datat e seancës për bugjet. A i për më shikon në habien huti të tale, për çka për flet, thash se për du mi caktu operacionet, më duhet, i kom edhe këto që kam kanë ofru prej klinikës, për çka për flet, tha. Shikoj shëndetin, caktoj operacionin. Thash, jo, është vit zgjedhor, vit i ardhshëm, zgjedhjet vetëm ishin caktu për shkurt. Thash, imagjinoj mos me pas mundësimi formu qeverin, qysh faktikisht po ndodh. Thash, të lutem, hajde t'i caktojmë edhe t'ja komunikojmë edhe qeverisë, kur i kemi mundësit me qenë, e caktum leximin e parë, pastaj diskutum edhe me ministrin Murati, edhe me kryeministrin, edhe caktum, do me thonë, parafërsisht datat, e caktova operacionin, pas 3 dite të operimit, do me thonë, pas 3 dite që isha operu, në fakt, me njëherë në bas, i thash mjekut, unë të hanën të më shku në kuvend, tha, jo nuk bën, se unë isha ende me drenazh. Thash, jo, po më vjen keq, thash, doktor, ti mundesh mësë me pas pag, ti e motrat e krejt, nëse na nuk e kalujmë bugjetin, kështu që është bugjeti. Fatmirësisht Birono e kom pas gjatë gjithë kësaj periudhe dhe një fat madh, në fakt, shëndetim ka punu mirë, në kuptimin që kam qenë fort, e kom përballu letë dhe operimin, edhe fazën post-operative, rekuperimin e kom pas shpejt. E njëjta më ka ndodhur edhe me lindje me fëmijë, domethënë shumë shpejt kam fillu me dalë në punë. Shumë e fat, po kjo s'do të thotë që duhesh me qenë kaq neglizhente kur është puna e shëndetit. Ndoshta jo neglizhente, po ndoshta përgjithësia publike më ka bo asisoj që me ndje peshën e barën e përgjithësisë. Tash imagjinoje sikur ne sot në muajin korrik, mos të kishim bugjet miratum, e ende nuk e kemi qeverinë e formu me dalëm pas zgjedhjeve. Do me thonë, nuk po du me e egzageru, po ajo në për çka kemi kalu ne, do me thonë, unë e mendoja për krejt sektorin publik, do të thotë përveç administratës, është policia, janë mësimdhënësit, janë bugjetet e ndryshme të institucioneve. Tani, krejt kjo na kishim bet në 61 deputet. Do të thotë, nuk isha vetëm edhe një vot, po isha edhe drejtuese e grupit parlamentar. Do të thonë, mas 3 dite kom dalë, kom shku në mramje, për arsye se janë kry debatet vetëm për votim, ndërsa pas 2 jave tjera, kam qenë aty për 7-8 orë, për arsye se është dashur votohet amandament për amandament, dhe jo me lumtun që është kry. Në fakt, do doja të kishim pas kry ma shumë punë, do doja të kishim tash të formum edhe institucionet, edhe kuvendin, edhe qeverin, por po them prap në se cilin përgjithësi që kemi se cili e bajmë ka një peshë, që ndoshta nga njëherë bëhet ma e madhe për shkak të rrethanave të jashtme, ndonjëherë edhe rëndohet me të brendshmet, po balanci i tyre edhe shtytja përpara është e domosdoshme. Ndihmon mi pas qasjen pozitive, ndihmon mos me e marr tragjike ose si kjo puna kur e kom kuptu kur jom diagnostifiku me kancer, kështu që pastaj nisa me bo shaka me të me thonë që këtë kanë ka pak përgjithsi për këtë smundje teme, kështu që pju doj krejtve hisën e juj, ju të regoj se cilit qka ju takon, kush ka ndiku. Fati mirë është që nuk e kom pas, do me thonë agresiv, s'ka qenë prej formave cila është dasht me pas. Sot je mirë? Mirë jam gjitha 3 muaj tani për cjell me analiza, tumor markerat, këto 2 herë deri më tash prej kohës kur jam operu i kam kry analizat, jam në një terapi vetëm hormonale, nuk kom pas kemoterapi, s'ka pas nevoj fatmirësisht, edhe jam tepër thellësisht mirë njëse për kretë punën dhe angazhimin e mjekve. Me të vërtet edhe në klinikën universitare. Unë e di që të tjerët ose kush ka mundësi ose kush e mendojnë që mujnë me marrë shërbimat një shkojnë qoftë në sektorin privat ose jashtë vendit, për mu s'ka qenë asnjëherë në diskutim, edhe për faktin që mendoj që duhet një edhe inkurajem, edhe besim e kredibilitet ma i madhë për punën që e bojnë. Ka normal shumë sfida, ngecje, ka hapësim për përmirësim, po për kushtimi jo vetëm të rastim se unë kom qenë bashkë me pacient tjerë, po e kom pa që me të vërtet ka për kushtim të madhë, veçanti për këtë kategori ose për rastet operative të smundjeve me kancer. Apo zgjohesh akoma në ora 5 mëngjesit edhe me vrapin, vazhdon të jetë pjesë e rutinës tënde, e mënyrës se si ti e nis ditën edhe ku të buron ajo energjia, ose s'di kush kujti jam më shumë energji me thënë drejtën. Po, në fakt 5:25 e kom alarmin në orë, në telefon. Tash e kemi pak ma të kombinume, jom këthy, ma kom pas periuda kur kom pas ngecje edhe në ushtrime,
pas operimit e pas krejt kësaj sfide, rregullisht I kemi kthy një ditë vrapit, një ditë gjim, gjithsesht ushtrime në palestër, po ndihmon shumë, për shkak se duhet edhe një farë balanci tash edhe me terapinë të cilën e kam, do të thonë mundet me ndiku në eshra, në muskuj, kështu që është mirë me I mbajt të formësuar, po ndihmon shumë, ju rekomandoj gjithëve, kush ka hezitime, e di që është pak për test, ndoshta mos gjun mëngjes, po për me ballafaqu këtë vap mirë është me kry ecjen apo vrapin mëngjes në zonat e freskëta, këtu në Prishtinë, në Gërmi ose në Tokbashë, në vende tjera, besoj edhe komuna tjera I kanë hapësirat e veta, po mënyra më e mirë me përballu edhe vapen, po edhe me kry aktivitetin fizik është orë të hershme të mëngjesit, në kundërten edhe mbrëmjet po janë të ngrata. Në këta minutat të fundit, unë e përmenda edhe më herët, keni qenë gruaja e parë kryetare një komune dhe nuk e di me cilin prej mysafirëve apo të ftuarve diskutuam që pikrisht këtë që ju keni qenë dhe prej atëherë deri sot nuk ka pasur as edhe një kandidat deri tani që pom natyrën që kishte marrë guximin dhe në fakt më erdhi mirë për çdo grua që merr guximin që të jetë edhe të futet garës për të qenë në krye të komunës. Besoj edhe ti do I inkurajoje të gjitha gratë, po nëse të pyes unë ty personalisht, a do t'i kthehet Mimoza Gjakovës? Në që se I kemi edhe zgjedhjet lokale afër në 12 tetor. Mimoza është gjithmonë e Gjakovës, edhe gjithmonë e kam fokusin ande. Kthym fokusin edhe zemrën e mendjen nga Gjakova. E përmendën disa herë, jo vetëm unë, po edhe fëmijët që dytë më kanë linë në Prishtinë, kanë kryer shkollën fillore këtu të mesme një madhe, prapi kanë fokusin edhe dashnin e madhe të pakontestueshme për Gjakovën, mbështet vllaznimi deri në fund, Kuqezin. Ajo që unë kom kalu, do më thënë, në jetën politike është lidhë dhe o fillu me Gjakove dhe me garen lokale. Edhe prej këtu I inkurajoj gjitha gratë në politikë, pa matë parasysh partit politike. Ka shumë hezitimet grave për me qenë kandidate për kryetaret komunës, po me zemrën plot ju thëmë që është dështa puna e detyra ma e qëllume për gratë. Për arsye se nivelli lokal ka të baj me përditshmëri, ka të baj me gjitha sfidat, problemet, sukseset, promovimet, që gratë I bëjnë shumë ma mirë se burrat, jam më se e bindur. Është përkeqardhje që nuk ka granë, veçanti nga komuniteti shqiptar tash në detyrë që janë kryetare ose s'ka pas meje, por që du të besoj që ka me pas shumë shpejt edhe që të inkurajoj, edhe është shumë e vështirë, se unë jam edhe kryetare e partisë politike, shoh sa e vështirë është kur bisedon me gratë dhe vajzat për me inkuraju, për me hyrë kësaj gare. Është e vështirë nga njëherë edhe me burrat, po lemo se gara lokale nuk ju duket shumë interesant, se kjo e niveli qendror duket pak sa ma fancy, kështu je deputet ose je ministër ose e merr pozitë në nivelin qendror. Puna e vërtet, edhe aftësitë e vërteta, shkatësitë e vërteta në politikë, edhe në menaxhim, edhe në përkushtim e në dedikim ndaj qytetarëve bëhen në nivelin lokal. Edhe jam, do më thonë, thellësisht e bindur që ata që din mirë të qeverisin në nivelin lokal munden gjithmonë me qeverisin në cilin do nivel. Prandaj, unë nuk do t'jem më ngarë, kjo viti opozitet e para lokale, prej sy kam him politikë që nuk do t'jem, nuk do t'jetë kandidate për kryetare të Gjakovës. Dhe prej 2009 dhe 2021 unë kom qenë vazhdimësisht çdo 4 vite. Po mendoj që është koha për ta përmbyll, por gjithashtu që asnjë moment përkushtimi im nuk ndalet as për Gjakovën e as për në përgjithësi shërbimin publik. Megjithatë, ajo që ka shumë e rëndësishme që sa më shumë të ketë iniciativa dhe ideal për të hyrë kësaj betejë. Si dhe shumë njerëz, shumë të rinë politik, e gra, e bura, vajza dhe djem, hezitojnë për me hyrë, se thojnë një çka nëse humbi. Betejë e parë në politikë për mua ka qenë humbje në Gjakovë në vitin 2009. Humbja nuk të definon nëse ti nuk e lejon me të definu. Do të thotë, duhet me vrapu që prej humbjes me kalu në sukses, me u mundu, me qene përkushtume, edhe që ajo është vetëm një humbje në zinxhirin e me sigurit të tjerave që do t'i kesh, por që fokusi tjetë tek shërbimi edhe përkushtimi në sferën publike. Prandaj mos të friksohen, le të hyjnë ngarë. Uroj shumë që... Edhe me humbë nuk është fatale, por është shumë e rëndësishme me tregu për kushtimin beten, edhe natyrisht me I plasu ide të reja. Për fund krejt se mikën minutat, a ka një ritual me qenë në qëndësemi të Gjakova që nuk ka mundësi me të ik pa e bo ose pa e shiju, a janë samunët me suxhuk, a ka diçka tjetër? Për samuna me suxhuk jam pak, e kom një sfid,
për arsye se nuk e ha mishin tashmë 8 vite. Mishin e kuq, as mishin e pulës, do më thërë as të shpesve. Kam bet kështu në një farë, kemi hy bashkë me Arbenin në një periudhë kohore ku e patëm lënë krejtë dhe nuk kemi këthy asë njëherë. Në Gjakov ka shumë gjana që më pëlqenjë, sa muna pasu gjukë vetëm me zdenk edhe me vezë, por janë gjithë rituali i familjes, i mbledhjes bashkë me familjarët, pastaj i bisedës e i muhabetit. Atje është një vend shumë unik, natyrisht vendlindja se cilit është unike, po unë me të vërtet mendoj që Gjakova është tepër unike, tepër e veçantë, meriton shumë më shumë se sa që aktualisht ka. Dashur, faleminderit shumë që erdhe sot, po më vjen mirë që je mirë edhe që më the po edhe që e kalum këtë pasdite. Kënaqësi që të kisha. Faleminderit shumë, Bleroni, ishte kënaqësi. Ndjes që s'ka mujtë me tu përgjigj ma herët kur më ke thirr, por vjen mirë që jam këtu.